është një qytet shembull i shkëlqyshëm i qëndrueshmërisë së vëllezërve e motrave muslimanëve shqiptarë që si qëndruan besnik dhe fjallës Allahut Azza wa Jall, e agjëruan Ramazanin më shef shumë prej tyre dhe me zipritën që t'i bie ajo pengesa rande madhe të largohet e barrier dhe t'i kthehen xhamiave, shtëpiave të Zotit dhe të agjërojnë e të shtrojnë sofrat e iftarit. Madhështia madhe kë Ramazan. Shëhret i madhe me agjëruar këtë Ramazan, pra kaluam shumë sfida ne si musliman dhe jasët jemi bashkë në këtë sofër të iftarit. Kur them bashkë, kam për qëllim të gjitha strukturat dhe kë është edhe njëri prej synimeve të mia që në këtë iftar të bashkojnë vëllezërit tanë të lemive, të strukturave, të drejtimeve, të orientimeve, të ndryshme, të jetës së tyre. Në mënyrë që me i tregu Zotit lartë në qiell, po dhe poshtë në tokë dëshmanëve të dinit, të cilët aq shumë e luftuan dinin, aq shumë përpiqen që të na luftojnë e Islamin nga zemrat tona, ta na largojnë, por nuk jarën. E ne i dëshmojmë Zotit lartë në qiell se ne duam atë, e duam edhe dinin e tina. E duam edhe njëri tjetrin dhe ja jemi bashkë në këtë muaj të bekuar, respektivisht në këtë sofër prej sofrave të iftarit. Jemi të gjithë bashkë në sofër, por duhet të jemi të gjithë bashkë dhe veç jemi të gjithë bashkë në idealet tona. Për fe e për adhoj, që të punojmë për dinin tonë, të punojmë për adheun tonë, për vendin tonë, për popullin tonë. Nuk mohohet fakti se i veç jemi duke punuar, por mundësia ekziston që të punohet edhe më shumë. Duke përgatitur këtë fjalim në kokën time, se çfarë flas para jush, ty ma i ders, nuk është koha e dersit. Të flas për librat e mi, janë panelistet të dedikuar, të caktuar, për që punë Allahu i shpërblir të dytë. Dhe fundja, librin e keni para vetes dhe mund ta lexoni edhe të japni mendimet e juaja për ta vlerësoni ashtu siç e vlerësoni ju. Por më kujtua diçka, që ndoshta do t'ja marr pak minuta e të them diçka, një ngjarje e cila mua më ka prekur shumë kur e kam lexuar se si duhet kontribuohet për vatan. Nga se ne si shqiptar kemi nevojë më shumë se kur më parë që